lidhte me akcidentin e mbrëmshëm në mashtërinë e Verit. Sipas informacioneve të familjarëve, janë në pritje ende nga autoritetet maqedonase, të cilët po e bëjnë procedurën e tyre gjatë këtyre proceseve për të sjellur viktimat në shtëpinë e tyre. Po, është një rast i rëndë, një tragjedi që ka ndodhur me bashkëqytetarët tonë, mërgjimtarët, të cilët veç jemi fluksin e tyre duke e pritur me i kalu pushimet në shtëpinë e Vushtrisë. Ky rast na ka prek shumë, na ka trondit dhe unë i shpreh ngushëllimet e mia të thella familjes Tërnava dhe Shabani, gjithë qytetarëve të Vushtrisë dhe mërgjimtarëve. Kemi pas të planifikuara aktivitete, sot ka pas me filluar në mbrëmje festivali i diasporës, që ka pas shumë aktivitete, por i kemi anulluar të gjitha këto aktivitete traditore, i kemi shtypur për një datë tjetër, për cilat do të njoftojmë të gjithë qytetarët e Mergaten. Po ashtu, komuna e Vushtrisë nesër do të shpallë ditë zije, do të nxjerrë vendim që në shenjë dhimbje dhe respekti për këto familje që i kanë humbur më të dashurit e tyre do shpallën ditë zije.